Këshilli i lartë i prokurorisë zgjodhi Klodian Brahon si drejtuesin e ri të SPAK-ut me 7 vota, duke lënë pas Adnan Xholin me 3 vota dhe Elvin Gokajn me 1 vot, ndërsa Doloreza Musabelliu nuk mori asnjë vot. Braho merr një mandat 3 vjeçar duke zëvendësuar Altin Dumanin më 18 dhjetor. Braho është pjesë e SPAK që prej vitit 2019. Pas konfirmimit nga vetting, ai ka hyrë në sistemin e drejtësisë në vitin 2007, ka punuar në prokurorinë e Beratit, Vlorës dhe më pas në prokurorinë për krimet e rënda, ku është përfshirë në hetime të rëndësishme. Përfshirë edhe dosjen e ish prokurorit Adriatik Llalla. Braho ka kandiduar dhe në vitin 2022 për kreun e SPAK dhe është tërhequr, ndërsa në 2023 u distancua nga një pjesë e dosjes së incineratorëve. Sot ai merr drejtimin e institucionit më të rëndësishëm të hetimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas listës së votimit, Braho në mbështeten Mojsi Duda, Olger Eminaj, Mirela Bogdani, Ledina Riza, Erind Gërmenji dhe Arta Mandro. Adnan Xholi mori votat e Sokol Stojanit, Erind Mërkurit dhe Vatës Takajt. Elvin Gokaj mori vetëm votën e Erion Fejzullës, ndërsa Doloreza Musabelliu nuk mori asnjë vot. BE përshëndet zgjedhjen e Klodian Brahos në krye të SPAK-ut. Ambasadori Silvio Gonzato u shpreh se ishte prezent në seancë për të treguar mbështetjen ndaj KLP-s dhe procesit të votimit. Ai theksoi rëndësinë e vendosjes në krye të SPAK-ut të një individi me pavarësi dhe integritet, duke nënvizuar rolin kyç të SPAK-ut në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Një kërkesë thelbësore për integrimin në BE, Gonzato uroi Brahon për emërimin dhe shprehu pritshmëri për bashkëpunimin e frytshëm në të ardhmen në funksion të luftës pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Seanca plenare e sotme u përqendrua te zgjedhja e avokatit të popullit, duke nxitur debate mes mazhorancës dhe opozitës. Deputeti demokrat Belind Këlliçi deklaroi se PD mbështet Adriana Kalan dhe Besim Drexhonin, ndërsa Sali Berisha akuzoi mazhorancën për shkelje të vendimit të Komisionit të Ligjeve, që lejuan firmën vetëm për një kandidat. Kreu i grupit të PS Tauland Balla publikoi listën e deputetëve të PD-s që mbështetën Endrit Shabanin dhe ironizoi disa opozitarë. Ulsi Manja theksoi se tërheqja e firmave nga opozita nuk ka efekt juridik, duke garantuar respektimin e procedurës ligjore. Opozita kërkoi hedhjen në votim të kërkesës për heqjen nga rendi i ditës, zgjedhjen e avokatit të popullit, kërkesa që urrëzua me 77 vota nga mazhoranca. Ky e fundit tha se avokati i popullit do të zgjidhet sot në seancën plenare maraton. Më vonë Sali Berisha pranoi se Partia Demokratike ka firmosur për kandidaturën e Endrit Shabanit për avokat të popullit, duke kundërshtuar deklarimin e dieshëm të PD-s se firmat ishin vendosur gabimisht. Ai tha se nënshkrimet janë dhënë në një kohë kur Shabani mbështeste kandidaturën e Florian Binajt dhe ekzistonte një koalicion moral i plot. Berisha akuzoi Shabanin për lidhje me Edi Ramën dhe theksoi se posti i kryetarit të një partie bën atë të Komisionit të Ligjeve, që ndalonte deputetët të firmosnin më shumë se një kandidat, vendim që sipas tij mazhoranca e rrëzoi në mënyrë arbitrare për të ruajtur firmat në favor të Shabanit. Seanca e sotme plenare përfshiu debate të forta me fyerje banale mes Flamur Nokës dhe Tauland Ballës, si edhe interpelancën e deputetit Agron Shehaj për ndërtime pa leje, ku ministri Albana Koçiu e lidhi këtë me praktikat e qeverisë së kaluar dhe diferencimin në trajtimin e qytetarëve. Kryeministri Edi Rama ka transferuar 4 magazina të rezervave të shtetit në Lundër të Tiranës, me një sipërfaqe prej 3152 m2 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve te Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nëpërmjet vendimit numër 722, datë 3 dhjetor 2025. Magazinat përdoren si arkiva për kutitë e votimit dhe materialet zgjedhore, por janë piketuar për të dhuruar kompanive private të lidhura me Ramën. Sipas burimeve, objekti mund t'i kalojë kompanisë Kontakt SHPK, e lidhur me biznesmenët Fatmir Bektashi dhe Jamar Bërmaltezi. Ky veprim vijon modelin e mëparshëm të dhurimeve të pronave shtetërore për ndërtim urban, si rezidencat qeveritare në Bregdet, pallatin e sportit Aslan Rusi dhe magazinat e rezervave në Elbasan, duke përdorur fondin si mjet për privatizim të pasurive publike dhe pazare politike. Dhoma amerikane e tregtisë në Shqipëri ka shprehur shqetësim të madh për projekt ligjin për marrëveshjen e paqes fiskale, vetëm pak orë përpara votimit në Kuvend. Sipas saj, nisma krijon trajtim të pabarabartë midis bizneseve, penalizon ata që kanë deklaruar rregullisht fitimet dhe favorizon ata që kanë shmangur detyrimet tatimore. Dhoma amerikane e tregtisë paralajmëron rreziqe për legalizimin e kapitalit me burim të paqartë, cënon konkurrencën e ndershme dhe dobëson administrimin tatimor. Skema e propozuar me normë tatimore vetëm 5% për rideklarime dhe fitimet historike mund të reduktoj të ardhurat e shtetit dhe të ulë besimin në sistemin fiskal. Dhoma kërkon rishikim të plot të projekt ligjit bazuar në transparencë, barazi dhe sundimin e ligjit për të mbrojtur bizneset dhe reputacionin ndërkombëtar të vendit.
Kryeministri Edi Rama i kritikuar gjërësisht nga mediat ndërkombëtare për prezantimin e një ministri të bazuar në inteligjencën artificiale, deklaroi se diella është kthyer në një fenomen botror. Në 30 vjetorin e prokurimeve publike, Rama shpreh se antireklama është reforma më e mirë e reklamës dhe se çdo kritik e ka interpretuar si kompliment. Ai theksoi se qeveria po kalon proceset e prokurimit në duart e AI-s, duke minimizuar rolin e njeriut. Rama madje u shpreh se diella ka konkurruar në interes publik, Angelina Jolin, ndërsa skeptikëve u kujtoi se edhe algoritmet mund të manipulohen. Deklarata e tij vjen në një ditë politike të tensionuar, me zgjedhjen e kreut të SPAK dhe avokatit të popullit. Aksi rrugor KKV Janin u bllokua sot për 3 orë, nga ora 13:00 deri në 16:00, sipas orës shqiptare, për shkak të protestës së fermerëve grek. Vetëm mjetet me emergjenca shëndetësore u lejuan të kalojnë. Bllokimi ndodhi në kryqëzimin e fshatit Kallpaq. Protestat e fermerëve në Greqi janë intensifikuar ditët e fundit, duke bllokuar akset kryesore për shkak të vonesave në marrjen e subvencioneve të BE-s pas një skandali korrupsioni. Fermerët paralajmërojnë se nuk do të ndalen dhe mund të ashpërsojnë aksionet nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, ndërsa autoritetet greke dhe shqiptare kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjerojnë planifikimin e udhëtimeve në orare të tjera. Shtetet e Bashkuara nuk pritet të rifillojnë dialogun strategjik me Kosovën, i pezulluar që në shtator për shkak të veprimeve të pakoordinuara të qeverisë Kurti. Në një deklaratë të ambasadës amerikane në Prishtinë, SBA kërkon hapa konkret nga kryeministri kujdestar Albin Kurti për uljen e tensioneve dhe për të avancuar në forcimin e paqes dhe stabilitetit, si bazë për prosperitet të ndërsjellë ekonomik. Ambasada thekson se dera mbetet e hapur për përmirësimin e marrëdhënieve dhe rifillimin e bashkëpunimit, por kjo varet nga veprimet konkrete të qeverisë së përkohshme. SBA do të vazhdojë të vlerësoj situatën dhe nuk ka njoftime të tjera në këtë moment. Kryeministri bullgar Rosen Zheleskov dha dorëheqjen pak minuta përpara votimit të mocionit të mosbesimit, pas javësh protestash të mëdha kundër politikave ekonomike dhe dështimit për të luftuar korrupsionin. Largimi i tij ndodh në një moment kritik, teksa Bullgaria përgatitet të bashkohet Eurozonës më 1 janar. Në Sofje dhe më shumë se 25 qytete të vendit, mijëra qytetarë mbushën rrugët duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Protestuesit projektuan me lazer mbi parlament mesazhe si dorëheqje, mafia jashtë dhe zgjedhje të drejta. Demonstratat masive tregojnë një pakënaqësi të thellë me drejtimin e vendit dhe rrisin presionin për zgjedhje të reja dhe reforma kundër korrupsionit. Kancelari gjerman Friedrich Merz i kërkoi Donald Trump të mos pranojë një marrëveshje paqeje për Ukrainën që të ketë kosto për Evropën, duke propozuar të organizojë bisedime me Washingtonin mbi lëshimet territoriale ndaj Rusisë për të siguruar armëpushimin. Merz zhvilloi një telefonat me Trump, ku së bashku me Emmanuel Macron dhe Keir Starmer nënvizuan rëndësinë e përfshirjes së Evropës në negociata për sigurinë e kontinentit. Ai tha se drafti i fundit Ukrainas, rishikuar me qeveritë evropiane, përfshin lëshime territoriale të diskutueshme që ekipi i Trump i ka mbështetur. Merz sugjeroi një takim në Berlin javën e ardhshme për të diskutuar detajet, duke theksuar se çështjet territoriale janë vendimmarrje që i takojnë vetëm Ukrainës dhe popullit të saj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte paralajmëroi se Rusia mund të jetë e gatshme të përdorë forcën ushtarake kundër aleancës brenda 5 viteve, duke i bërë thirrje vendeve anëtare të rrisin urgjentisht të shpenzimet e mbrojtjes. Në konferencën e sigurisë në Munich, ai theksoi se Moska po operon me një ekonomi të dedikuar për luftë, duke prodhuar mijëra raketa dhe rreth 2900 dronë sulmues çdo muaj. Rutte akuzoi Kremlinin për një luftë hibride ndaj Perëndimit, nga fushata të fshehta e sabotimit të infrastrukturës deri në shkeljet e hapësirës ajrore. Ai paralajmëroi se NATO duhet të përgatitet për përshkallëzim dhe nënvizoi rëndësinë e Nenit 5. Një sulm ndaj njërit është sulm ndaj të gjithëve. Shefi i NATO-s përshëndeti rritjen e shpenzimeve ushtarake të Gjermanisë dhe paralajmëroi se kërcënimi rus është real. Nëse s'doni të flisni rusisht, duhet vepruar tani. Maria Corina Machado, udhëheqësja e opozitës venezueliane, doli për herë të parë në publik pas një periudhe të gjatë fshehjeje për të marrë çmimin Nobel për paqen në Oslo. Edhe pse e kërcënuar dhe ndaluar nga qeveria Nicolas Maduro për të udhëtuar, ajo përshëndeti mbështetësit e saj dhe u nderua për luftën për një tranzicion të drejtë dhe paqësor në Venezuelë. Çmimi ju dha për angazhimin e saj të palotshëm kundër regjimit të Maduros, që ajo e ka cilësuar si një strukturë kriminale e lidhur me drogë dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Vajza e saj mori çmimin në emër të Machado, e ndarë nga familja për arsye sigurie. Pavarësisht rreziqeve, Machado deklaroi se do të kthehet në Venezuelë për të vazhduar luftën për të drejtat dhe paqen.
Një letër e shkruar nga princesha Diana për fallxoren e saj Rita Rogers është zbuluar pas 30 vitesh. Në të, Diana shpreh mirënjohjen për mirësinë dhe bujarinë e jashtëzakonshme të Rogers dhe thekson se miqësia e saj është tepër e çmuar dhe e vlerësuar. Diana krijoi një lidhje të ngushtë me Rogers, që nga viti 1994 dhe vizitonte rregullisht, duke marrë edhe të dashurin e saj, Dodi Al Fayed, disa javë përpara aksidentit tragjik në Paris, më 31 gusht 1997. Roger kishte parashikuar se Diana do të lidhej me një burr me inicialin D, një parashikim që përputhej me lidhjen e saj me Al Fayed. Letra nënshkruar me dashuri Diana do të dalë në ankand më 31 janar, me vlerë prej 1500 deri në 2000 pound. Me afrimin e botrorit 2026 në Meksik, Kanada dhe SBA, çmimet e hoteleve dhe biletave janë rritur në nivele rekord. Netët në hotelet e Mexico Cityt shkojnë deri në 3.330 euro, me një rritje mesatare prej 300%, ndërsa disa dhoma janë shtrentuar deri në 2.373%. Edhe biletat po shiten shumë shtrenjtë, pasi FIFA ka futur një model rishitjeje me komision total 30%, duke çuar disa bileta për finalen në 33.000 pound. Tifozët britanik, që do të ndjekin Anglinë, do të marrin vetëm një pjesë të vogël të biletave të përballueshme, ndërsa numri i tyre është i kufizuar dhe çmimet fillojnë nga 85 pound. FIFA mbështet modelin duke argumentuar se çmimet dinamike janë standard në SBA për ngjarje me kërkesa të lartë, ndërsa premton oferta speciale në fazat e ardhshme të shitjes.